A i dije se 19 nëntori është dita botërore e filozofisë? Disa njerëz mendojnë se filozofia i bën ata të ndihen të mençur, edhe pse nuk kuptojnë asgjë. Ndërsa disa të tjerë mendojnë se është për njerëzit që flasin shumë dhe në fund nuk thonë asgjë. Por, a është kjo filozofia e vërtet? Filozofia nuk është vetëm dije apo fjalë të thella, është mënyrë jetese, të mendosh thellë për të kuptuar veten dhe botën. Ti bësh pyetje vetes si: kush jam unë? Apo jetoj një jetë me kuptim? A e dua unë fatin tim? A ndodhin gjërat rastësisht? Çfarë është dharma dhe karma? Këtyre pyetjeve do t'ju përgjigjemi së bashku në 20 nëntor, ora 18:30, në konferencën që do të mbahet nga Qendra Kulturore dhe Filozofike Akropoliri, me rastin e ditës botërore të filozofisë. Ju mirëpresim. Se harrova. Hyrja është falas, por nxitoni të rezervoni, pasi vendet janë të limituara.